Është ndarë nga jeta historiani dhe profesori I njohur Halim Purellku. Halim Purellku është I lindur më 5 nëntor 1952 në fshatin Tuhin të Kërçovës. Ishte një ndër zërat e historiografisë shqiptare në Maqedoni, I njohur për përkushtimin e tij shkencor, qasjen kritike dhe kontributin e çmuar në ndriçimin e periudhave të rëndësishme të historisë son kombëtare. Studimet universitare dhe pas universitare I përfundoi në Fakultetin Filozofik në Prishtinë, ndërsa në vitin 1999 mbrojti doktoratën me temë mbi rrethanat politike dhe ushtarake në trevat lindore shqiptare gjatë viteve 1912-1918. Karrierën e tij arsimore e nisi si profesor në Kaçanik dhe në gjimnazin Zef Flushmarku në Shkup, për të vijuar më pas si ligjërues dhe profesor I asociuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Në këtë institucion ai kontriboi ndjeshëm në formimin akademik të brezave të rinj të historianëve dhe në hartimin e programeve mësimore të historisë për arsimin e mesëm në gjuhën shqipe. Veprimtaria e tij shkencore ishte e përqendruar kryesisht në ndriçimin e rrethanave politike, shoqërore dhe ushtarake në trevat e Kërçovës, Dibrës, Trugës dhe Gostivarit, duke synuar të plotësojë boshllëqet e historiografisë zyrtare mbi rolin e popullsisë shqiptare në këto hapësira. Ai trajtoi me thellësi periudhën 1918-1941, duke analizuar proceset e kolonizimit, asimilimit dhe rezistencës, si dhe lëvizjen kaçake të cilën e interpretoi në kontekstin e saj nacional shlirimtar. Ndër veprat e tij më të rëndësishme veçohen studimet Kërçova mes dy luftrave botërore 1918-1941 dhe rrethanat politike dhe ushtarake në trevat lindore shqiptare 1919-1918, që mbeten referenca të domosdoshme për studiuesit e kësaj periudhe. Me ndarjen e tij nga jeta, historiografia shqiptare humb një studiues të palodhur, një pedagog të përkushtuar dhe një intelektual me integritet të lartë shkencor e kombëtar. Kujtimi dhe vepra e tij do të mbeten frymëzim për brezat që do të vijnë.